Pra, duket se përparësi ka korridori 10 para korridorit 8, apo a mund të na thoni me shifra konkrete, për shembull, sa para që ta kemi ne më të qartë, që nuk jemi pjesë, domethënë, e përfshirjes së drejt për drejt në realizimin e korridoreve. Sa para janë shpenzuar deri më tani për korridorin 8 dhe sa para janë shpenzuar për korridorin 10? Kjo deklaratë, siç thatë, është në vitin 2024, tani jemi në vitin 2026 dhe pra po kapemi për deklarata dhe fjalë, asnjë nuk pishojmë vepra. Të kapemi për shifra. Sa para janë shpenzuar deri më tani për korridorin 10 dhe sa para janë shpenzuar për korridorin 8? Ne si ministri i lëshojmë rrugëve shtetërore, ndërmarrjes publike, mjetet që i kërkon në total. Ne ato bëjmë. Behtelenkës, mandej ata bëjnë ndarjen e mjeteve sipas kërkesave të Behtelenkës, realizuesit të projektit. Do thotë është ndërmarrja publike rrugët shtetërore që bën ndarjen e mjeteve. Gjithmonë po synohet që të jepet një përshtypje se te korridori 10 po anohet më shumë, por që unë deri tani vetëm gjatë mandatit tim nuk e di sa herë kemi dalur në terren me ministrin dhe kryeministrin për të përuruar pjesë të korridorit 8 që po punohen. Kështu që nuk shoh dhe nuk ndjej një ndarësi të tillë, sado që ju po mundoni të ma impononi. Jo, unë nuk mundohem të imponoj, unë vetëm po kërkoj shifra reale. Nuk kam një shifër të saktë ju them në ndarje, ju thash që kushton 1.3 miliard euro, 500.000 deri tani janë lëshuar. 500 milion. 500 milion euro janë ndarë. 500 milion, që i bie që edhe 800 milion 95 milion dikun janë lëshuar vetëm në vitin 2026 dhe aq sa ka kërkuar Behtelenka, aq janë lëshuar. Në qoftë se tani sipas kontratës, në bazë të jo aq sa mund të kërkojë ai. Në kuptimin për korridorin 10, sa para? Nuk kam një shifër të saktë, duhet në rrugët shtetërore, ndërmarrje publike rrugët shtetërore. Mirë.